Një familje tjetër shqiptare i është refuzuar aplikimi për azil, kësaj here bëhet fjalë për Norvegjin. Por nuk qëndron problemi thjesht tek refuzimi, por mes kësaj familjeje jeton edhe një djalë i vogël 8 vjeçar, Aleko Kastrioti, i cili vuan nga tumori në kokë. Edhe pse autoritetet norvegjeze të emigracionit janë në dieni të kësaj çështjeje, ata sërish kanë vendosur kthimin e familjes në Shqipëri. Doktori që ka ndjekur djalin që prej 2 vitesh është shprehur se sëmundja e tij është kërcënuese për jetën. Ai shpreh dyshimin nëse Aleko do të mund të kurohet në Shqipëri. Autoritetet norvegjeze i kanë dhënë familjes Kastrioti një shumë prej $11,000 për të kuruar Alekon në Shqipëri, por sipas avokatit të familjes, kjo shumë është e pamjaftueshme. Si pasojë e kësaj sëmundjeje, Aleko i vogël nuk mund të zhvillohet si të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Ka nevojë për mjekim që të mund të arrijë nëpër masat e duhura trupore të një 8 vjeçari, shprehet më tej doktori i tij. Sa kaq, shpresa e vetme e familjes Kastrioti ka mbetur gjykata e Oslos, e cila do të vendosë nëse familja do të qëndrojë apo jo në Norvegji. Shumë organizata e kanë cilësuar si jo humane vendimin për të kthyer këtë familje në Shqipëri, duke marrë parasysh kushtet në të cilat ndodhet.